Situatë problematike si pasojë e përmbytjeve në vend me 10 familje të evakuara në Gjirokastër Prejnc vërshuan në rrugët e qytetit duke krijuar kaos dhe duke dëmtuar shumë biznese. Pezullohet mësimi në shkolla në Vlorë, Lumi Vjos ka dalë nga shtrati përmes urës Bifolit, ndërsa shembur edhe rruga Kot Sevaster si pasojë rrëshqitjes së derave. Edhe në Durrës shumë banesa në zonën e Ishkënetës dhe Pramburgut vijojnë të jenë nën pushtetin e ujit. Presidenti Amerikan konfirmon qëllimet ekspansioniste duke mos përjashtuar opsionin ushtarak për marrjen e Grenlandës. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se ishulli në Arktik është shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Rubio thotë se qëllimi i tyre është ta blejnë Grenlandën nga Danimarka. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A2 sot. Prej disa orësh Shqipëria është përfshirë nga moti i keq ku si pasojë ka sjellë dhe problematika të shumta në disa zona të vendit. Të fundit kanë qenë pikërisht Gjirokastra ku si pasojë e daljes së prejnve nga shtrati ka sjellë edhe problematika pikërisht në qytetin e Gjirokastrës. Por problematikë ka pasur edhe në Vlorë, ku pikërisht është Lumi Vjos, i cili ka dalë nga shtrati në këto momente është në kuotën e 7.2 metrave. Gjithsesi, për të folur për situatën e rëndë në këto momente për shkak të motit të keq si në Gjirokastër, në Vlorë, por edhe në Durrës, do të nisim me radhë fillimisht me kolegun ton në qytetin e Gjirokastrës, Rigel Smalile. Rigel, përshëndes, atëherë si paraqitet situata në qytetin e Gjirokasтрës pasi më sakt Proj Fico ka sjell një kaos total në qytetin e Gurtë. Përshëndetje, Ani, në fakt Gjirokastra ditën e djeshme ka përjetuar një mbrëmje që nuk e ka përjetuar kurrë më parë, kjo për shkak të vërshimit të prejve malor nga pjesa e sipërme e qytetit dhe deri në fundin e tij, duke bllokuar thuajse totalisht të gjitha rrugët në Gjirokastër me inerte dhe me plurje të mëdha uji, aq sa ka qenë e pamundur për të ndërhyrë apo për të shpëtuar pronën apo gjërat e tjera që njerëzit nuk e patun në rrugë. Në fakt, Proj Ficos ka dalë nga shtrati në vetëm 10 minuta duke shkaktuar përmbytje masive në bizneset e qytetit të Gjirokastrës dhe jo vetëm, por edhe me 10 automjete janë përfshirë nga uji, ndërkohë që nuk ka patur probleme për fat të mirë në njerëz, nuk ka patur njerëz të rrezikuar, nuk ka patur banesa të përmbytura, por ka patur vetëm biznese. Aktualisht janë me 10 të tillë që janë dëmtuar dhe janë thuajse totalisht jashtë funksionit dhe tashmë forcat zjarfikse janë duke hequr ujin, siç shihet pas shpatullave të mia, janë duke hequr ujin pra nga këto biznese të cilat janë përmbytur totalisht dhe kanë dalë jashtë funksionit. Ndërkohë, problematike situata ka qenë vetëm në qytetin e Gjirokastrës dhe ka pasur probleme të vogla për sa i përket rrugëve rurale, aty ku është bllokuar aksi rrugor Subash-Tërbuq-Labov, është i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjes së derave dhe për këtë shkak janë izoluar banorët e këtyre zonave, kryesisht të moshuar duhet theksuar, të cilët kanë ngelur në shtëpitë e tyre. Gjithashtu në Gjirokastër është pezulluar mësimi në shkollat e qytetit, por edhe të gjithë zonave rurale, duke qenë se është i pamundur komunikimi me këto zona dhe nuk mund të shkojnë mësuesit apo edhe nxënësit e kanë të pamundur që të shkojnë në shkollë. Është ndërprerë energjia elektrike në të gjithë qytetin, kjo për të siguruar që të mos kemi avari, duke qenë se pjesa e poshtme e qytetit është e gjitha në ujë dhe po ndërhyjet tashmë për largimin e inerteve dhe largimin e ujit nga bizneset. Qartë. Ajo që doja të theksoja është fakti që dalja e prejnve malor është një situatë që pritej të ndodhte në Gjirokastër, edhe pse askush nuk uronte që të ishte në përmasa të tilla, por ka patur një problematik të shtuar për sa i përket mos ndërhyrjes në shtretrit e lumenjve, duke bërë që pastaj situata të agravonte deri në këtë pikë dhe gjithçka të mbetej në mëshirën e fatit pasi qytetarët e patën të pamundur të shpëtonin gjërat e tyre. Pra kjo kur tani bëjmë dhe një rezume, Rigels, kush e solli këto pasoja. Pra ju thoni që është pikërisht shtretrit e lumenjve, të cilët nuk është vënë dorë prej kohësh, të cilët kanë sjellë dhe këtë kaos në Gjirokastër, apo jo?
Është pikërisht ashtu Andi, në fakt Gjirokastra për vetë specifike që ka një sër përrenjë shmalor, të cilët gjatë stinës së dimrit kanë prurje të konsiderueshme dhe kjo ka kërkuar prej vitesh ndërhyrje për rehabilitimin e këtyre shtretërve, për pastrimin e tyre, por edhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve në mënyrë që të mos kishim hedhje të inerteve apo të mbeturinave në shtretët e këtyre prenjve. Gjithsesi, askush nuk ka marrë masa për të ndërhyrë në kohë dhe për të pastruar këto shtretër lumenjsh dhe aluvionet apo e gjithë baza e tyre me materiale inerte apo dhe me mbeturina ka vërshruar së bashku me ujin, duke bërë që shtrati të ngrihet dhe uji të dalë jashtë tij dhe duke marrë me vete pastaj edhe sasi shumë të mëdha inertesh të cilat kanë bllokuar të gjithë qytetin e Gjirokastrës dhe do të jetë goxha e vështirë, do të duhet goxha kohë që të rehabilitohet situata ashtu siç duhet. Qartë, Rigels, lagja 18 shtatori është lagja më problematike në këto momente dhe sa biznese janë të dëmtuara? Ka një bilanc? Aktualisht janë me 10 bizneset, nuk ka një bilanc të sakt pasi po ndërhyjet dhe po evidentohen një nga një bizneset, janë pikërisht në zonën e lagjes 18 shtatori, në zonën e quajtur si Ura e Lumit apo në zonën industriale të Gjirokastrës, bizneset e përmbytura, kryesisht në lagje 18 shtatori, duke qenë se është pjesa fundore e qytetit dhe aty grumbullohet thuajse e gjithë sasia e ujit që vjen nga pjesa e sipërme e tij. Aktualisht është herët për të bërë një bilanc, por janë me 10 bizneset të cilat janë dëmtuar në mënyrë tepër të madhe, është e frikshme të shikosh planet, të shikosh se çfarë ka ndodhur në këto biznese, por megjithatë do duhet një kohë më gjatë për të bërë një bilanc të mirëfillt se cili është dëmi i shkaktuar dhe se si do të rehabilitohet ky dëm. Punojësit e bashkisë janë në terren në këto momente? Të gjithë punojësit janë në terren në këto momente, punojësit e bashkisë, punojësit e zjarfikses, ka patur edhe grupe të ushtrisë të cilët kanë dalë në ndihmë për të pastruar aty ku munden inertet kryesisht, por mbetet shumë e vështirë pasi mjetet që kanë në dispozicion janë shumë të kufizuara. Zjarfiksia e Gjirokastrës ka vetëm një pompë pyetse, e cila është shumë e vogël për të përballuar këtë numër të madh biznesesh të cilat janë tashmë në pushtetin e ujit. Qartë, si shtatë ju nuk ka dëme vetëm në qytetin e Gjirokastër, por edhe rreth, pra në zonat rreth. Por më sinjalizojnë se ka rrugë të bllokuara në këto momente dhe do doja t'ju pyesja nëse e konfirmoni, vazhdon të jetë e bllokuar rruga Gjirokastër Kakavi pikërisht në zonën e Lazaratit, ka pasur një bllokim? Ka patur një bllokim, por në këtë moment që flasim rruga është e kalueshme, edhe pse me vështirësi pasi ka prezencë të ujit në rrugë, por rruga në këtë moment është e kalueshme dhe në afërsi të fshatit Lazarat, por edhe në pikën e Virojit, pikën turistike të Virojit, ku janë dy vendet më nevralgjike për bllokimin e rrugëve. Gjithsesi në këtë moment nuk kemi aks nacional të bllokuar, kemi vetëm disa akse rurale të cilat janë të bllokuara dhe kemi mungese të energjisë elektrike thuajse në të gjithë qarkun, për shkak të stakimit të fiderave kryesor të furnizimit, ndërkohë që nuk raportohen probleme në bashkitë e tjera të qarkut të Gjirokastrës, as në Tepelen, as në Përmet, as në Memaliaj, as në Libohov dhe as në Dropull. Gjirokastra ka qenë këtë radhë qyteti, pjesa e qytetit ka qenë më e goditura dhe situata pritet që të ketë sërish një përshkallëzim, për shkak se edhe parashikimet e modit nuk janë shumë optimiste. Po te rruga Gjirokastër Valere, ura e Aznakut, ka probleme? Ka patur probleme, kanë qenë të bllokuara ditën e djeshme këto rrugë, por sot janë totalisht të kalueshme. E vetmi aks që është i bllokuar është vetëm aksi rrugor Subash Labov Tërbuq. Ju thoni se mund të ketë probleme të tjera për shkak të motit të keq. Atëherë pyetja ime është çfarë thot bashkia e qytetit, çfarë masash ka marrë? Ose do të marrë? Bashkia e qytetit në këtë moment e ka thuajse të pamundur të marrë masa, duhet të ishin marrë masat
goxha më herë, tani do të ngelen thjesht në pushtetin e ujit dhe do të përpiqen pastaj që të vendosin bariera aty ku janë pikat më të rrezikuara, bariera me thasë rëre në mënyrë që të eliminojnë sadopak hyrjen e ujit, por që mbetet shumë e vështirë pasi vetë terreni i Gjirokastrit dhe vetë situata e krijuar të kufizon shumë në ndërhyrje në këtë moment. Do të duhet një ndërhyrje e mirëfillt që unë jam skeptik sepse Bashkia e Gjirokastrës nuk është se i ka kapacitetet e duhura për të ndërhyrë në këto përmasa. Megjithatë, diçka duhet bërë të paktën për projnë Fico, apo jo, Rigels? Absolutisht, proji Ficos dhe proji Çullos janë dy prej pikave kryesore të qytetit të Gjirokastrës që rrezikojnë seriozisht qytetin dhe ajo frika më e madhe mbetet tek proji Çullos, i cili për momentin është brenda shtratit të tij, por një dalje e tij nga shtrati sipas të gjithë specialistëve në Gjirokastër, por e pas edhe qytetarëve më të vjetër, do të sillte një katastrofë pastaj në qytet, sepse do të rrezikonte edhe shumë ndërtesa, duke qenë se është një terren, le të themi, me zall dhe ndërtimet aty kanë qenë gjithmonë të rrezikuara nga dalja nga shtrati e projit të Çullos. Rigels, për ta bërë më të kuptueshme, të paktën për teleshikuesit tanë, për të patur një panoramë të qartë, këto dy prenjë vinë nga lart, nga mali dhe e kanë të rrethuar në një farë mënyrë qytetin e Gjirokastrës? Absolutisht, në fakt vjen nga mali i gjerë dhe kalojnë mes për mes qytetit të dy këta prenjë. Njëri kalon në pjesën e Varroshit, le të themi, në pjesën lindore të qytetit, ndërsa tjetri kalon në pjesën perëndimore të tij dhe bashkohen pastaj në vendin e quajtur Rura e Lumit për të derdhur në lumin Drino. Këta janë dy prenjë me pruvje shumë të mëdha, duke qenë se Gjirokastra është një qytet që rreshjet i ka me intensitet të lartë dhe këto dy prenjë grumbullojnë një sasi shumë të madhe uji thuajse nga të gjithë shpatet e maleve dhe kodrave që ngrihen mbi qytet dhe pastaj rrezikojnë daljen e tyre nga shtrati për të sjellë pasoja që do të ishin të pallogaritshme nëse edhe proji Çullos do të dilte nga shtrati. Pyetja e fundit, ka familje të evakuara të cilat janë pranë këtyre prenjve, si të Çullos apo dhe të Ficos? Jo, për momentin nuk kemi familje të evakuar, duke qenë se rrezikshmëria e tyre është respektuar, le të themi, në ndërtimet e para viteve 90 dhe ndërtimet e pjesës së sipërme të qytetit janë larg këtyre dy prenjve dhe janë të parezikuara, por gjithsesi pjesa e poshtme e qytetit mbetet shumë e rrezikuar, por për fat të mirë për momentin nuk kemi banesa në rrezik dhe nuk kemi njerëz të evakuar, por që alerti mbetet shumë i lartë. Rigels Marinile, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt për Radio Sot. Ne do të vazhdojmë të flasim për motin e keq që ka përfshirë vendin, por edhe zonat më problematike dhe pikërisht do të zhvendosemi në Durrës, atje ku ditën e djeshme pra rreshjet e dendura shkaktuan një përmbytje të madhe pra në disa zona. Do të komunikojmë pikërisht me kolegen tonë të A2CNN, Elitiona Doko. Elitiona, të përshëndes, atëre si paraqitet Durrësi në ditën e sotme, të paktën më bëjnë me dije se situata më problematike është Ishkëneta dhe rreth Burgut, apo jo? Të përshëndes Andi, në fakt situata ka një farë përmirësimi sepse ka një rënje të ndjeshme të nivelit të ujit në disa zona, por sigurisht zonat që kanë pasur nivel të lartë të ujit, siç është zona e Ishkënetës dhe në afërsi brenda Burgut, sikundër mund ta shihni institucionet e ekzekutimit vendime penale këtu në Durrës, zona e Spitallës po ashtu, lagja 14 në Shkozet në afërsi të përgjatë kanalit ujrave të larta dhe atyre të zeza që kalon dhe që ka dal nga shtrati vijon të jetë problematike, në zonën e plazhit raportohet po ashtu dhe deri tani janë evidentuar rreth 900 banesa në të cilat ka prezencë të ujit deri në momentet që flasim. Në fakt ka qenë një natë e vështirë për gjithë banorët e Durrësit dhe ata që kanë këtë problem në banesat e tyre, disa prej tyre janë larguar nga banesat për të zhvendosur në afërsitë të afërmit të tyre apo edhe tek dy objektet që janë në funksion të tyre si ajo e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Brendshme në Kavaleshenca në Durrës, ndërkohë që shumë të tjerë kanë zgjedhur që të ruajnë objektet e tyre duke tentuar që të shpëtojnë nga përmbytjet dhe nga uji që ka vërshuar në ambientet e tyre të brendshme. Ndërkohë nga Bashkia e Shijakut na
bëhet me dje po ashtu që Erzeni ka arritur kuotat maksimale, fatmirësisht nuk ka dalje nga shtrati, përveç një momenti në afërsi të shkollës Katun Sukthit, por pa krijuar probleme deri në momentet që flasim. Në institucionin e ekzekutimit vendime penale apo në paraburgimin e Durrësit sikundër Montashini, ambientet dhe kati i parë i objektit vijon të jetë në pushtetin e ujit. Edhe ushqimet edhe ato manovrat e shërbimit të mëngjesit janë bërë me gomone në ambientet e brendshme të këtij institucioni. Po ashtu në pothuajse të gjithë zonën e Ishknetës në të gjitha rrugët e brendshme të saj ka prezencë të ujit në objekte, në biznese. Është pezulluar po ashtu mësimi në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës për shkak edhe të prezencës së ujit, por edhe për situatës së krijuar në tërësi në qarkullimin qytetin e Durrësit. I vetmi lajm i mirë në tillë situatë është që të paktën përgjatë rrethullimeve të brendshme, siç është ai i stadiumit në afërsi të stadiumit Nikodovana apo edhe rrugës që të çon në drejtim të Velierës, ka një qetësim dhe një rënje të nivelit të ujit. Ndërkohë që të gjitha instancat nga sa kemi parë deri tani, qoftë ushtria apo institucione efektiv lokal janë në terren për të bërë edhe të mundur zhbllokimin e kanaleve apo dhe pusetave. Është një situatë e jashtëzakonshme që vjetër me sy të lirë që pusetat dhe gjithë sistemi kanalizimeve ka qenë i jashtë funksionit në të gjithë Durrësin, por edhe intensiteti i rreshjeve nuk duhet mohuar që ka qenë tepër i lartë. Pra tashmë kemi zyrtare, sistemi i kanalizimeve është fajtori për këtë gjendje në Durrës apo jo? Tani nuk marrim përsipër të gjejmë dot fajtorin në këtë situatë, ne raportojmë atë që konstatojmë, por që sigurisht nga sa kemi parë pusetat kanë qenë totalisht jashtë funksionit. Kjo për shkak edhe të intensitetit, por edhe bllokimit të tejskajshëm të gjitha atyre. Kemi parë punonjës të policisë bashkiake, të bashkisë në tërësi të shërbimeve që bëjnë hapjen e pusetave dhe në zonat që ka arritur që të ketë një frymarrje të sistemit kanalizimeve dhe të pusetave në tërësi, uji ka rënë gradualisht, ndërkohë që në zona si kundër Montashini edhe këtu në këtë pamje, uji vijon të jetë prezent dhe në lartësi pothuajse mbi 50 apo 60 cm deri në momentin që flasim, por nuk është vetëm një zonë e tillë. Unë kam raportuar edhe rreth orës 9 në emisionin e mëngjesit situatën në zonën e Ishknetës që është problematike, që qytetarët janë jo vetëm të shqetësuar, por edhe të irrituar për situatën që ka ndodhur në banesat e tyre. Ne kemi raportuar dhe kemi parë her pas here situatën në Durrës sa i takon përmbytjeve, po si kjo herë Andi nuk ka bërë vaki, do thoja unë, dhe nuk është parë një përmbytje e tillë që uji nuk tërhiqet, paktën në këtë zona problematika. Qartë. Kemi një shifër se sa banesa janë aktualisht nën pushtetin e ujit dhe sa biznese janë të dëmtuara? Do të kërkoja pak mirëkuptimin, Andi, pasi është një zonë, një cep që unë kisha zënë për të raportuar, por që ka bllokuar rrugën. Dhe në tilla kushte po kaloj për raportim në mes të ujit. Fatmirësisht jemi pajisur me çizme, po thoja që janë deri tani janë 900 banesat evidentuara me prezencë të ujit brenda atyre, ndërkohë 900 është numri i deri tanishëm dhe të evidentuara, po jo domosdoshmërisht janë familje që janë zhvendosur për evakuim. Prezenca ujit konstatohet qoftë me pjesën në oborret të tyre apo edhe në ambientet e brendshme që është situata edhe disi më kritike. Jo të gjithë banorët kanë pranuar që të tërhiqen dhe të ikin për evakuim apo të largohen nga banesat e tyre, sepse kanë edhe frika të tjera të sa i takon objekteve që kanë mbetur, kanë shtuar, sepse nuk mungojnë fenomene edhe të tjera në tilla situata. Dikush e shfrytëzon edhe këtë situatë për fatin e keq. Qartë. Ndërkohë, rruga që lidh nëpërmjet superstradës Tiranën me Durrësit është zhbllokuar, besoj, apo vazhdon e tillë si dje? Po, është pa problem. Pjesa e superstradës Tiranë-Durrës është lehtësisht aksesueshme, uji është tërhequr nga andej, problematike ngelen në zonat e brendshme të qytetit, pasi periferia këtë radhë nuk ka pasur më shumë
prezencë, për shembull në përmbytjet paraardhëse, e gjithë fokusi u zhvendos në periferi, siç ishin njësia administrative e Sukthit, e Ishmit dhe fshatrat Perlat, Hamalla, ndërkohë që këto zona tani janë në sasi pa konsiderueshme të ujit. Me sa duket e gjithë fokusi dhe e gjithë problematika këtë herë ka qenë e fokusuar në qytet, në zonat siç jam unë aktualisht, siç është zona e Spitallës, që ka dhe një rezervuar që ka qenë tmerri banorëve që jetojnë atje për shkak të frikës se mos dilte nga shtrati dhe ka arritur në kuota maksimale ai rezervuar atje, por fatmirësisht janë bërë derdhe të kontrolluara në të dhe nuk ka pasur probleme. Për fatin e mirë, intensiteti i rreshjeve me sa duket, pa çka se kanë vazhduar për gjatë natës, nuk ka qenë aq i lartë sa që ka qenë para ditën e ditës së djeshme, që në pak minuta e gjithë situata, në pak minuta intensiteti i rreshjeve që aq i lartë sa që ishte pamundur ndërhyrja në atë moment. Ndërhyrjet duhet ishin bërë më herët. Ndërkohë në fakt kjo ishte pyetja e radhës. Unë fola me kolegun ton në Gjirokastër, Rigel Zmalile, i cili tha se në ditën vazhdim presim ditë ose presim orë të vështira. E njëjta pyetje është edhe për Durrësin. Çfarë prisni në ditë të tjera apo tashmë çdo gjë ka mbaruar? Për motin e keq e kam fjalën. Shpresoj mos bjerë shi, Ande. Shpresoj mos bjerë shi, sepse në kushtet në cilën jemi edhe ndërhyrja është tepër e vështirë, ashtu siç u evidentua edhe në Komitetin e Emergjenca Civile ditën e djeshme, fakti mos investimeve, mos mirëmbajtjes, mos pastrimeve të kanaleve të ujit të larta dhe atyre ujëmbledhëse, mos funksionimi shumë pusetave dhe sistemit kanalizimeve kanë nxjerrë në pa atë që duhet ishte parashikuar dhe duhet ishte parandaluar. Në kushtet që jemi, shpresojmë vetëm që të mos bjerë shi, sepse ndërhyrja është e vështirë në momentet që flasim. Ndërkohë në lagjet e Durrësit, lagjet kryesore, është larguar uji në këto momente apo ka ende zona problematike, rrugë problematike? Në fakt, zemra e qytetit, pra pjesa e brendshme e qytetit, aktualisht është në funksionim normal, nuk ka prezencë të ujit, paktën në lagjen 1, 2, në afërsitë bashkisë, prefekturës, pra aty ku dje kishte një farë prezence ujë që e pamundson të lëvizjen edhe të mjeteve apo të qytetarëve, sot ka një tërheqje në lagjet e brendshme, ndërkohë që problematike janë kjo zona ku ndodhem aktualisht. Ishkëneta është në një tmerr të jashtëzakonshëm dhe një situatë alarmante që ende nuk ka gjetur zgjidhje, me shpresën që shiu nuk do të rikthehet. Dhe po ashtu dhe zona e Shkozetit ka hapësuar dëmtime të jashtëzakonshme në banesa, dalje nga shtrati të kanaleve të ujit të larta apo edhe atyre të zeza dhe ndërhyrja në fazën dhe në atë se çfarë jemi në pikun ku jemi e bën të pamundur këtë zgjidhje të situatës, sepse edhe vetë banorët në momentin që kontaktonin grupin e emergjencave, fakti që nuk kishte mundësi që uji të hiqe nga një zonë dhe të hidhe prapë në ujë, e bënte të pamundur ndërhyrjen. Pra në rast se nuk bëhet një zhvendosje e një tërheqje në një zonë, nuk mund të bëhet edhe zhbllokimi i asaj zone ku është edhe më kritike pika e ujit dhe prezenca e lartë e grumbullimit të tij. Elitura Ndoko, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje në mes të ujit dhe të uroj punë të mbarë, edhe pse duket qartë që je në vështirësi. Mirë, ne do të vazhdojmë, do të flasim për motin e keq dhe do të lidhemi me njëherë me Vlorën, atje ku na pret kolegu ynë Edi Ruçi. Edi, të përshëndes edhe njëherë, pra edhe njëherë si çdo herë në fakt, lumi i Vjosës del nga shtrati dhe pikërisht te ura e Mifolit. Është historike kjo gjë gjithmonë. Ju përshëndes për t'ju referuar fillimisht situatës aktuale e cila është në lumin në Vjos, pra në njësinë administrative në Osel, sipas edhe informacioneve më të fundit, ka arritur niveli Vjosës në arkun e 7.2 metrave mbi nivelin e detit. Kujtojmë që niveli maksimal i Vjosës, ku mund të dali edhe të përmbys banesa duke kaluar urën e vjetër të Mifolit, është 8.5 metra. Momentalisht ka përmbytur pazarin
e gjës së gjallë që është nën urën e mifolit, por pritshmërit janë as pak pozitive për shkak të prurjeve të larta, të cilat vijnë nga Përmeti, por edhe nga pjesa e Gjirokastrës dhe e Memaliajt. Prurjet edhe ande janë në rritje dhe konstatohet apo parashikohet, le të themi, që të kemi një rritje të nivelit të Vjosës edhe në orët në vazhdim. Deri më tani nuk kemi banesa të përmbytura, por kemi një njoftim lëshuar për banorët e zonës e për të bërë kujdes. Një pjesë e familjeve, disa familje të cilat janë tek bregu i lumit, shumë afër lumit, janë evakuar për të përballuar situatën dhe për t'i paraprirë rasteve emergjente. Jemi në pritje ndërkohë për të parë edhe se si do t'jetë situata në Vjos, por momentalisht Vjosa mund të themi që është në e dal nga shtrati, por vazhdon që t'jetë prurje të në rritje, duke rritur edhe rrezikun për zonat të cilat janë përreth. Ndërkohë ka disa probleme në zonat përreth Vlorës, e kam fjalën pikërisht për blokimin e rrugës Kot Sevaster pikërisht në fshatin Vajz. Çfarë problemi ka atje dhe a vazhdon të jetë ende e bllokuar kjo rrugë? Do doja që për gjithë ata të cilët na ndjekin ndërkohë live të mund të bëja një lëvizje të vogël për të treguar, pasi jemi në kushte të papërshtatshme për shkak të rreshjeve të shiut, për të treguar atë situatë e cila është momentalisht në fshatin Vajz. U ndodhe momentalisht në një prej familjeve e cila shtëpia e saj ka dalë jashtë funksionit, mund ta shikoni edhe nga pamjet, por për më tepër do doja që situatën t'ja u tregoja momentalisht live se si gjendet. Jam këtu me banorët e zonës cilët do t'i kemi mundësin më pas t'i pyesim, por me atë komentimit të pamjeve edhe në rreshje të dendura shiu, mund t'a shikoni ndërkohë se sa rreshje me intensitet mesatar deri në të lartë janë në fshatin Vajz të njësisë administrative të Sevasterit të Selenicës. Ndërkohë këtu jemi me banesat e cila është rrëzuar totalisht. Për t'ja u komentuar me pamje, banesa ose çatia e banesës le të themi ndodhej në këtë pjesë ku unë jam momentalisht, por shikoni se ku ka përfunduar banesa. Banesa ka përfunduar aty poshtë, totalisht e shkatëruar. Ndërkohë që flasim, kemi edhe një banesë tjetër të dalë jashtë funksionit, mund ta ndiqni edhe nga pamjet që është totalisht e rrëzuar në një pjesë të saj dhe është totalisht jashtë funksionit. Ndërkohë këtu kemi një prej banesave të tjera në zonë e cila është shembur në pjesën anësore dhe momentalisht që flasim po qëndron vetëm në një pjesë të saj në rrugën kryesore. Mundohemi vetëm pak sekonda për të futur dhe për të parë se çfarë bëhet, le të themi, në brendësi të banesës, për shkak se situata është kritike në këtë, madje mund të themi që edhe dyert kryesore të saj janë bllokuar totalisht për shkak të amortizimit. Dallojmë që ka qarje në një pjesë të murit, madje edhe të gjitha orendit të shtëpiake, me sa kanë mundur edhe banorët e kësaj shtëpie, kanë mundur që të largojnë në një pjesë të tyre. Shohim që edhe kolonat mbajtëse kanë një pjesë të tyre të cilat kanë pësuar krisje dhe qarje. Do doja që ti marrim një fjalë live apo një sinkron live, le të themi, atij i cili jeton në një prej banesave të shembura apo të dala jashtë funksionit momentalisht për të parë se si është situata. Ju përshëndes zotëri, do doja të më thoni fillimisht kur ka ndodhur, le të themi, ajo rëshqitje e parë e dherave e cila ka amortizuar më pas edhe banesën. Po. Lëvizjet e parashqetësimit e para i ndjem në ora 2 natës. Pastaj u ngritëm pam që qa në lëvizte, pam i kërë në ranë mure të rrethus. Sa më lodhëm më bëm me rak hoqëm njerëzit në shtëpia. Lëvizëm në gjitoni, se gjitoni ka, si që gjoni praka shumë që po bjena akoma, ka akoma Renoja. Lëvizë morëm masa do në për jashtë. Ju rrezikua jeta? Po, jashtë masa. Një gjitonë tonë kemi këtu në vetë është nuk janë mirë në gjendje shëndetësore, janë në moshë të thyer, ka dhe një fëmijë që nuk është në mirë. Këto, me fjalë. Çfarë bët në ato momente kur e pat situatën? Vetëm i ndihmuam ata, nxorëm njerëz për jashtë me baktit, me të gjitha këtu morëm masat për vetë tonë. Edhe këto
këto. Edhe një kosisha ne shtëpit i kishim siç i shikoni me fjalë kemi të reja shtëpit. Gjitoni poshtë i ka 10 vjet që i ka bërë. Prandaj kanë lëvizur nuk janë shëmbur. Lejoni të pyes, nga ana e autoriteteve apo edhe pushtetit lokal, çfarë masash janë marrë? I kemi prezencë tani për momentin, por s'na ka thënë asgjë s'po na flet njëri. Kërkoni ndihmën e shtetit dhe të pushtetit në këtë drejtim, çfarë kërkoni? Po, normalisht që kërkojmë, se këto dëme janë dëme kolosale. Shpitona i kalojnë 80-90.000 euro në këto gjendje që janë. Plus gjitoni poshtë në 150.000 euro. Janë shumë kolosale. Se që shikoni dhe shpit janë të reja, të janë bërë edhe me kritike tamam. Nuk mundët që të nxirrni të asgjë nga banesa? Asgjë. Në këto momente kemi dhe frikë të futemi. Brenda se shpiti në ora në orë rrezikohet të bien, të shëmben. Po ku do të strehoheni sot? Ku do të vendoseni? Në për të afërt, në për të shikojmë, në për siç e shikon kemi nga shtëpia, nuk bëjmë dot asgjë, asnjë përpjekje tjetër. Nuk keni marrë dot as rrobat e trupit, le të them. Asgjë. Plus s'kemi mundësi ja kur siç është pani dhe ju që shtëpia e mbyllur. Nuk futemi dot. Na poshtë po ta shikosh është ajër shtëpia. Edhe rrezikon në momentin në moment. Ju ka marrë, le të themi, masa bashkia për të strehuar? Ndoshta në një vend? Jo, deri tani jo. Keni frikë ndërkohë për situatën vimësi? Po. Jashtë mas e frikë. Është rrezik, gjendje kritike. Faleminderit. Do doja të pyesja edhe një prej banorëve të tjerë i cili le të themi jeton në banesën ku unë ndodhem momentalisht, ndodhet jasaj në rrefshjet të Dendura Shiu së bashku për të zhvilluar edhe aty një bisedë live në A2 për të kuptuar edhe situatën. Çfarë ndodhi? Mund të ma përshkruash ato momentet para, të lutem? Po siç dëgjuam shumë mirë nga mbrapa të godinës, aty ku mbajmë ato mjetet e punës e veglat e punës, materialet e baktive, dolën për jashtë, shtëpia e këtij gjitonit këto po bënte ulje, na ra muri mbajtësi i avullis. Shtëpitë akoma po ikin, po nga ora në orë po ikin, janë larguar 20 metra tash që nga ekzistuesi këtu, se ishim 2 metra ngjitur. Mund ma tregosh live në teren si është situata? Po, ku kanë qenë banesat, si kanë qenë të vendosura dhe ku kanë përfunduar? Banesa ishte këtu ngjitur, ja ku e shikon që duket ishte këtu ngjitur, ka ikur 20 metra. 20 metra. Tash shtëpia jonë këtu nga poshtë është hapur. Edhe kjo nga momenti në moment po ashtu. Ato siç të thash, ato dhoma ndihmëse nga mbrapa me materiale kanë ikur. Qa të themi tash, edhe kjo është në vazhdim akoma, është e paqëndrueshme, nuk e dim. Keni ndihmuar dhe banorë të tjerë të cilët nuk ja kanë dalë? Këta janë të tretë të sëmur, janë me ilaçe. Do me thënë ata të cilët jetonin tek shtëpia? Tek shtëpia këtu poshtë. Me zinë zorëm, ja ku janë mjetet, munduam zorëm baktit, i hoqëm baktit nga dhe, i kemi shumë poshtë të kullota, mjetet bujqësore dhe traktora që ka gjitoni këtu, se ndihmuam do t'i nxirrim. Tek banesa atje sa hoqëm a zhu, u shumë edhe, ja, si shpo të gjoni zhurmë, u shumë edhe kjo kasolja që mbanin Zairen, ballat. Sot ku do të strehoni, ku do të flini? Po, do gjejmë, kemi stre, kemi ashtu. Është marrë ndonjë mas? Po institucionet në kanë ardhur, kryetari bashkisë që në orën 3:30. Me polici me gjitha, po s'kemi çfarë bëjmë, është kjo katastrofë. S'kemi çfarë të bëjmë, është natyrore. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndërkohë, siç mund ta ndiqni edhe situatën, le të themi, në kohë reale, ndodhem në një prej shtëpive e cila sigurisht edhe në momentet që ne flasim së bashku. Dua që të kuptojnë edhe teleshikuesit. Tani, këto mure të shëmbura apo rreziku i shëmbjes së këtyre shtëpive rrezikon rrugën Kot apo Vajzë Sevaster, apo është në një vend tjetër rruga e bllokuar?
Dua ta saktësoj, ka patur një rëshitje të dherave në aksin rrugor i cili lidh fshatin Vajzë me qendrën e njësisë administrative e cila është Sevasteri. Dhe rëshitjet e dherave apo gurve, një pjesë e asfaltit, sigurisht ka marrë pas edhe banesat të cilat gjendeshin nën traun e rrugës apo nën trasen e rrugës. Pikërisht aty ku ndodheni ju. Banesave të dëmtuara, e cila ka qenë pikërisht kjo banesë ku ndodhem momentalisht është nën trasen e rrugës, pra në shpatin e malit le themi, dhe ajo rëshitje e dherave ka marrë me vete edhe shtëpin. Pra shembur fillimisht rruga dhe në pas janë shembur edhe 2 banesa duke dalë totalisht tashmë jashtë funksionit. Këto shtëpi janë në shpat mali që kanë sjellë dhe rëshqitjen? Po. Për ata të cilët le themi e njohin fshatin Vajzë apo edhe gjithë teleshikuesit të cilët na ndjekin, është një fshat i cili është në shpatin e malit që çon në drejtim pas të Sevasterit. Fshati apo shtëpit janë të ndërtuara në ato taracat famshme të cilat kanë qenë përgjatë sistemit komunist dhe për këtë shkak rruga është ndërtuar mbi banesat për të përdorur pas për lidhje në disa fshatra dhe shtëpia që unë gjendem momentalisht është ndërtuar vitet e fundit në taracat e ndërtuara përgjatë atij sistemi dhe segmenti rrugor ndodhet sipërsaj duke bërë që kjo rrugë të rëshjas dhe në pas të marri me vete edhe banesat. Kujtojmë që në arkun kohor të 5 viteve, ky segment është hera e dytë që rëshjet. Ka rëshitur më parë për shkak të dherave edhe nga vendi ku ndodhe momentalisht në një distancë ajrore rreth 5 km pra më afër Sevasterit, aty fatmirësisht nuk ka patur banesa, por për shkak të rrëzimit ka qenë një hapësirë më e madhe e rrugës e cila ka blokuar të paktën për 20 ditë 8 fshatra. Kujtojmë që unë ndodhem në fshatin Vajzë, fshati i parë i njësisë administrative të Sevasterit, ndërsa në pjesën tjetër të Vajzës apo nga kur kalon fshatin Vajzë në drejtim të Sevasterit janë 7 fshatra të cilët janë të penalizuar nga kjo rrugë. Ka rënë vetëm një pjesë e saj rreth 30 cm në arkun e rrugës, por nëse do të vazhdoj që të bjerë totalisht rrezikohet që 7 fshatrat me përjashtim të Vajzës e cila është fshati i parë të izolohen totalisht. Qartë, është pikërisht rruga jo vetëm e 7 fshatrave, por edhe rruga drejt parkut arkeologjik të Amantias. Pyetja ime është në atë shtëpi që ndodheni aty, besoj se ajo duhet jetë një lagje e Vajzës. Sa shtëpi janë rrëzuar deri tani dhe sa rrezikojnë të shkatrohen? Është një zonë periferike, le themi nëse mund ta cilësojmë të tillë e fshatit të Vajzë, për shkak se qendra e Vajzës ndodhet të pak metra nga vendi ku ndodhet momentalisht. Dhe kjo gjë le themi ka bërë që shtëpitë të cilat ndodhen në zonën ku unë jam momentalisht të jenë të pakta. Pra mund të themi që ka rreth 10 banesa të cilat gjenden në këtë zonë të fshatit, për shkak se më pas nis edhe lidhja me parkun arkeologjik të Amantias apo edhe për të shkuar në drejtim të Sevasterit. Kujtojmë që është një aks nacional i cili më pas për gjithë ata të cilët duan të evitojnë trafikun apo kanë kënaqësi të shijojnë një panoramë të zonës se mund të kalojnë nga Sevasteri në pjesën e Golimbasit për të lidhur më pas edhe me Mallakastrën dhe me aksin Levante-Pelen dhe për të shijuar le të themi një rrugë e cila është sigurisht e vështirë, por është tepër panoramike edhe për të njohur zonën apo provuar gastronomi. Pra, nëse kjo rrugë shembet, le të themi, nuk do të ketë bllokimin vetëm të 7 fshatrave, po do të ketë bllokimin e një nyje lice mes Vlorës, Selenicës sigurisht, Mallakastrës më pas, por edhe qyteteve të cilat janë më të afërta me segmentin rrugor. Qartë, ndërkohë lumenjtë si paraqiten në atë zonë, Edi, pasi të paktën prejnë dhe lumenjtë në anën tjetër në Mifol apo edhe më tutje në Gjirokastër kanë bërë kërdim? Momentalisht që flasim ka, le të themi, vërshime të prejnëve në bashkinë e Selenicës, por kjo bashki laget nga 2 prej lumenjve e cila le të themi lagin edhe qytetin e Vlorës, është lumi Shushica, i cili momentalisht situata është normale, ka prurje
le të themi edhe më të larta se zakonisht për shkak të vëshimit të përrejve, por ndodhet në shtratin e vetë dhe situata është normale duke mos bërë dëme në banesa, por duke nisur që të gryej atë pjesë të tokave bujqësore ku ka patur dëmtime edhe të mëparshme. Ndërkohë në pjesën tjetër laget edhe nga lumi Vjosa, i cili momentalisht siç mund ta dini apo siç e thanë dhe në fillim të transmetimit është jashtë shtratit të tij, pra në nivelin 7.2 metra, duke bërë që lumi Vjosa në këtë pjesë apo në fshatrat të cilat prek të bashkisë së Selenicës deri më tani është në shtratin e tij, pra nuk ka kaluar ende që të jetë në atë lloj niveli që të bëjë dëme, përveç se disa gryerjeve të tokave bujqësore apo kullotave të fshatrave. Momentalisht situata paraqitet kritike vetëm nga përrejnë të cilët kanë prurje të larta apo le të themi vazhdojnë që të kenë prurje të larta, pasi edhe pas shpinës time mund ta dalloni që ka rreshje të vazhdueshme shiu, madje ka filluar, besoj e ndiqni edhe nga pamjet, edhe një mjegull e cila po prek zonën totalisht për shkak edhe të kondensimit të ajrit, të lëvizjeve të erpaseshme të temperaturave. Edi Ruçi, të falenderoj për raportimin në një zonë shqetësuese ku disa mure rrethues kanë rënë dhe disa shtëpi tashmë rrezikojnë të bien si pasojë e rrëshqitjeve të dherrave në fshatin Vajzë të Vlorës. Ndërkohë rreshtet e shiut që kanë përfshirë edhe Kosovën krijuan një situatë të rëndë në Gjakov. Në disa lagje janë evakuuar disa familje të prekura. Shqetësim mbetet niveli i lartë i lumenjve. Edhe në orët e mbrëmjes zjarfikësit e Gjakovës po vijojnë të evakuojnë familjet mbujuara pas përmbytjeve. Situata më e rëndë paraqitet në disa lagje si Dardania, Brekoci dhe fshati i Gjelbërt, ku edhe janë kryer evakuimet familjeve të prekura. Për familjet që kanë nevojë për shtrim, komuna po kujdeset duke ja akomoduar përkohësisht në banesat sociale. Ndihmë po japin edhe qytetarët, si pasojë rreshjeve të shumta lumenjt në territorin e komunës së Gjakovës kanë shkaktuar vërshime në disa zona të caktuara. Rreshtet e shiut sollën përmbytje edhe në Drenas, Malishev, Suarek, Rahovec dhe Skëndere. Disa prej tyre kanë mbetur pa energji elektrike dhe pa furnizim me ujë të pishëm. Institucionet thonë se janë në terren në ndihmë të qytetarëve. Rreshtet e dendura të shiut, të cilat kanë përfshirë të gjithë territorin e Kosovës, nga mbrëmja së hënës vërshuan në disa zona të vendit, duke sjellë vështirësi për qytetarët. Situata këtu në Drenas është paraqitur mjaft e rënduar. 20 familje janë evakuuar nga disa fshata të ndryshme të kësaj komune. Një pjesë e Drenasit ka mbetur pa energji elektrike për shkak të përmbytjes së nën stacionit të Kecit, i cili gjendet këtu. Situata në komunën e Drenasit, në gjithë territorin e Drenasit është bukur e rënd për rreshjeve atmosferike. Situatën më të rëndë e kena në Cikatov 3, në Poklek 3, po kjo është mas rreziku e kemi këtu të trafostacioni i cili po rrezikohet. Qytetarët thonë se ndërhyrjet në lumenj po sjellin vështrime dhe dëme të konsiderueshme. Mos kujdesja në randpore ku vendit komunal me përcjell ku janë pyetjet e ngushta që shërtërosin në çdo moment, ura, koha hapsin për thithjen e ujit dikun mesatarisht 3 metra, po pyetje ngushtë është kriju para urës, me ngushtimin e rrjedhës së rregullt të lumit. Skënderaj, Malisheva, Rahoveci dhe Suareka gjithashtu janë prekur nga vërshimet, duke u detyruar të ndërhyjet në disa lagje. Përpos Drenasit, për arsye sigurie është ndërprer furnizimi me energji elektrike dhe në Malishev dhe Rahovec. Institucionet qendrore deklaruan se janë duke punuar për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve. Pra, jemi në terren, të gjithë operatorët ekonomik të angazhuar nga ministria jonë janë në terren vazhdimisht 24 orë për të ndihmuar në çfarëdo situate që është nevojshme. Vështirësinë në lëvizje ka kryesisht brenda komunave, ndërsa rrugët rajonale dhe autostradat janë në gjendje më të mirë. Përgjithsisht rrugët nacionale, rajonale dhe autoudhët janë në gjendje më të mirë se sa në disa pjesë që janë rrugët lokale. Ka disa raste kur ne kemi intervenu të hyrja e aeroportit. Situata e vështirë, por e menaxhuar është paraqitur edhe në Prishtinë. Një pjesë e kryeqytetit ka mbetur pa furnizim me ujë të pishëm. Njësitë sikurse Fushë Kosova, Drenas, Jobiliqi dhe Mitrovica janë prekur nga njëjta problematikë. Presidenti Amerikan konfirmon qëllimet ekspansioniste duke mos përjashtuar opsionin ushtarak për marrjen e Grenlandës. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se ishulli në Arktik
është shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Rubio thotë se qëllimi i tyre është ta blejnë Grenlandën nga Danimarka. Shtetet e Bashkuara konfirmojnë pretendimet ekspansioniste lidhur me Groenlandën. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Donald Trump po diskuton një seri opsionesh për të përvetësuar ishullin, përfshirë përdorimin e ushtrisë. Presidenti amerikan e sheh Groenlandën si prioritet të sigurisë kombëtare, të nevojshëm për të parandaluar kundërshtarët në rajonin e Arktikut, thuhet në deklaratë. Presidenti dhe ekipi i tij po diskutojnë një sër opsionesh për të ndjekur këtë qëllim të rëndësishëm të politikës së jashtme dhe sigurisht përdorimi i ushtrisë amerikane është gjithmonë një opsion në dispozicion të komandantit të përgjithshëm. Ndërkohë Wall Street Journal zbulon se sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u ka thënë ligjvënësve se kërcënimet e fundit të administratës kundër Groenlandës nuk tregojnë një pushtim imediat dhe se objektivi është blerja e ishullit nga Danimarka. Siç mësohet, takimi mes tij dhe funksionarëve të lartë të administratës është bërë në një mbledhje me dyert të mbyllura e fokusuar tek operacioni për kapjen e presidentit venezuelian Maduro. Zhvillimet vijnë disa orë pasi liderët europian publikuan një deklaratë të përbashkët në mbështetje të Danimarkës, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ambicjet e Trumpit për ishullin arktik. Groenlanda i përket vetëm njerëzve të vetë sa një zëri krerët e Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës dhe Danimarkës. Ata theksuan se siguria në Arktik duhet të garantohet në mënyrë të përbashkët nga aleatët e NATO-s. Trump përsëriti gjatë fundjavës se SBA kishte nevojë për Groenlandën për arsye sigurie, duke shtyrë kryeministren daneze Mette Frederiksen të paralajmëronte se çdo sulm nga SBA do të shënonte fundin e NATO-s.